Në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam që kanë të bojnë që trajtojnë këtë aspekt të akidës të besimit, për akidën e Isa alayhis salam, gjejmë edhe një përshkrim figurativ se cila është lidhja ndërmjet pejgamberëve. Ka një përshkrim që në mënyrë figurative e përshkruan se qysh janë të afërm pejgamberët ndërmjet vete. Çka e ka Muhamedi alayhis salam me fjalë popullore Isa alayhis salam. Në hadith ka thonë ana awla an-nasi bibni Maryam. Unë jam njeriu që kam më së shumti merita në Isa alayhis salam. Wal anbiya'u awladu allatin. E dini pse? Për arsye se pejgamberët janë evlad të një babe me nana të ndryshme. Një burr i ka 2 gra. Edhe me 2 grat i ka 4 fëmijë. Këta 3 fëmijë kënë e kanë babë, e kanë një babë përbashkët, apo? Nanat i kanë të ndryshme. Bedruddin Aini, një dietar hanefi i cili e ka një koment të jashtëzakonshëm të haditheve, e ka shpjeguar në këtë formë. Sa i përket bazave të fesë, krejt pejgambert janë njëjtë. A ka pejgamber që ka thonë që mos me besu Zotin? Ne kemi në ligjëratën e kaluar e kemi përmend se Isa alayhis salam nuk ka pretenduar adhurim për vetveten. Ka thonë unë jam rob i Zotit, inni Abdullah, unë jam rob i Zotit. Krejt pejgambert e Zotit në bazat e besimit, në ndejtë e besimit janë të njëjtë. Prandaj në këtë vijën që është vertikale, krejt pejgambert janë një. Gjithë kanë ardhur prej Allahut, gjithë kanë thirrë në besim në Allahun xhallahu ala, ndërsa ligjet dytësore dallojnë prej një pejgamberi në pejgamberin tjetër. Pra, tek Isa mund të ketë patur diçka që ka qenë e veçantë për të, për popullin e tij, ndërsa në Islam tek Muhamedi alayhis salatu wassalam ka diçka që është e veçantë për ummetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Mirë, po këto janë çështje vetëm dytësore, jo primare.